لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Gjithmonë falenderojmë Allahun e lartësuar, çdo herë lavdërojmë dhe madhërojmë atë, por njëkohësisht e lutim që të na mbrojë dhe të na ruaj edhe nga veset dhe gabimet tona. Atë që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta devijojë prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, sepse ai është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka ndihmëtar dhe as ortak. Pushtetin dhe sundimin e tij nuk e ndan me askënd. Ai nuk ka birë dhe as bashorte. Ai është krijuesi i vetëm, edhe çdo gjë tjetër përveç tij është krijesë. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu selam është rob i Allahut, pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë. Nuk ishte mbi njerëzor dhe as hyjnor, por Allahu i lartësuar e nderoi edhe përzgjodhi nga masa tjetër e njerëzve me misionin që i ngarkoi si i dërguar nga Zoti i tij për mbar njerëzimin. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, falet, mirësit, lavdërimet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Na drejtohet Allahu i lartësuar në një ajet kuranor: Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allahu urdhëron për drejtësi, bamirësi dhe dhënien e të drejtave të afërmve. Gjithashtu ndalon nga shëmtuara, e keqja dhe zullumi. Ju këshillon në këtë mënyrë me qëllim që ju të përkujtoni. Ky ajet kuranor në aspektin e drejtësisë, në hapësira të ndryshme që përdoret drejtësia, është nga ajetet më gjithëpërfshirëse të Kur'anit. Dhe është themeli i çdo sistemi të drejtë mbi tokë. Ky ajet kuranor i vendos njerëzit përballë përgjegjësisë për të qenë të drejtë në fjalë, në veprime, në gjykime dhe në marrëdhëniet me të tjerët. Dhe drejtësia është shumë e rëndësishme, sepse pa drejtësi nuk ka siguri në atë vend, në atë shoqëri, nuk ka qetësi, nuk ka besim, por as zhvillim. Keni parë ndonjë vend të padrejtë që gjithashtu të jetë i zhvilluar dhe të ketë mirëqenie popullata e tij? Thot Allahu i lartësuar në një tjetër ajet kuranor: "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Urrejtja që keni ndaj një populli të mos ju shtyjë juve që të silleni padrejtësisht ndaj tyre, apo të jetë shkak që të mos mbani drejtësi me ta. I'dilu, silluni drejt. Vërtet, drejtësia është më pranë devotshmërisë.
Në Islam muslimani është i urdhëruar që të jetë i drejtë edhe me kundërshtarin e tij, sepse drejtësia për muslimanin përveç se një vlerë është një adhurim me të cilin ai adhuron dhe i përkushtohet Zotit e tij dhe e di mirë dhe e beson bindshëm se Allahu i lartësuar është më i drejti dhe i do të drejtët dhe njerëzve të drejtë do t'u jap nderime të veçanta në ditën e Kiametit. Na urdhëron në ajet kuranor të mbajmë drejtësi edhe me kundërshtarët tanë. Mbani drejtësi, sepse ajo është më pranë devotshmërisë. Ai i cili nuk është i drejtë, sado të falet, të agjërojë e tjerë, nuk e ka arritur akoma gradën e devotshmërisë për shkak të padrejtësisë që mund të ketë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij thotë: "Ittaqu dhulm, fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah." Ruajuni nga padrejtësia, largojuni asaj, pra mos e veproni atë, sepse ajo është errësira në ditën e Kiametit. Pra çdo padrejtësi, qoftë ajo gjyqësore, ekonomike, politike apo shoqërore, do të shfaqet si errësirë në ditën e Kiametit. Edhe kur një vend gjykohet me padrejtësi, ai mbushet me errësira që shkatërrojnë themelin e tij. Dietari i madh Islamit Ibn Taymija, Allahu më shiroft, duke folur për drejtësinë, ka thënë një fjalë dhe një rregull të artë dhe një realitet. Thot, Allahu e mban në këmbë një shtet edhe nëse është jo besimtar, për sa kohë që është i drejtë. Por nuk e mban një shtet musliman nëse është zullumqar. Pra shihni rëndësinë e drejtësisë. Por që ndodh në vendin tonë, në të vend të bukur, të bekuar nga Allahu i lartësuar, por me shumë njerëz të mbrapsht. Në vendin tonë korrupsioni në drejtësi është plagë e hapur, dosje që zvarriten me vite, vendime që blihen, njerëz që humbasin pronat, e familje që bëhen armiq mes vete. Ky nuk është vetëm dështim institucional, por edhe një faj kolektiv që ngjall zemërim, pesimizëm, humbje në besim dhe në institucionet. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të rëndësishëm të tij ka thënë, që është shumë aktual edhe për situatën në vendin tonë. Popujt e mëparshëm u shkatërruan sepse kur ndonjë njeri i lartë, me pozitë, me pasuri, bënte vjedhje apo çdo lloj zullumi tjetër, e linin, nuk e ndëshkonin. Ndërsa kur e bënte ndonjë njeri i dobët, e ndëshkonin. Nëse një pushtetar vjedh haptazi, është i paprekshëm. Por nëse një kryefamiljar i varfër nuk ka mundësi të paguajë energjinë, ujin, menjëherë shteti vepron ndaj tij. Dhe tha më pas profeti sallallahu alaihi wasallam, betohem me Allahun, sikur Fatimja bia Muhamedit, pra bia e tij, të vjedhte, unë do t'ja preja dorën. Kjo është drejtësia profetike, drejtësi që nuk njeh lidhje pushtet, misi apo para. Por kur drejtësia zëvendësohet me rishfet, profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "La'ana Allahu ar-rashi wal murtashi." Allahu e ka mallkuar atë që jep rishfetin dhe atë që e merr. Ndonjëherë mund të ndjehesh i detyruar ta japësh,
Sepse ai që e ka për detyrë të ofrojë shërbimin, nuk ta ofron vetëm në këmbim të një rishfeti. Kjo mund të jetë edhe e lejuar për shkak të domosdoshmërisë dhe pamundësisë tjetër për të marrë atë që ty të takon. Por kur rishfeti përdoret për zullum, atëherë profeti alayhi salatu wassalam tregoi se njerëzit e tillë, si ai që e jep dhe ai që e merr që s'ka të drejtë ta marrin në asnjë rast, kanë marrë me vete mallkimin e Allahut. Dhe mallkimi i Allahut do të thotë largim nga mëshira e Tij. Prandaj, a mund të ketë bereqet në një sistem ku mallkimi është bërë ligj? A mund të ketë siguri në një vend ku padrejtësia është bërë normë? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Në mënyrë të pa diskutueshme, njerëzit më të drejtë janë ata që e kanë frikë me të vërtetë Allahun. Njerëzit më të drejtë janë ata që i përmbahen ligjit të Allahut. Prandaj vlen të përmendim këtu qoftë edhe vetëm një shembull nga njerëzit e lavdishëm të këtij ummeti, të bashkësisë islame, siç është Umeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, një nga kryetarët më të drejtë të besimtarëve, thoshte, gjatë kohës që ishte në pushtet dhe drejtonte çështjet e muslimanëve, por edhe të jo muslimanëve që ishin në territorin e shtetit islam. Më frikëson dita kur një kafsh e vogël në Irak, ku ishte në Medinë vetë, dhe qanë të halli në një kafsh e larg ti, pra që s'e shet, por megjithatë ndjente përgjegjësi për të në Irak. Kafsh, jo njëri, flet për kafshën. Të pengohet në një grop dhe Allahu të më pyes mua, pse nuk janë drejtë rrugën o Umar? Pra kjo është ndjeshmëria e një udhëheci të drejtë. Një ndjeshmëri që nuk ekziston dhe nuk e imagjinojnë fare udhëhecit tanë. Sepse nuk kanë ndjeshmëri për jetimin, për të varfrin. Nuk kanë ndjeshmëri për njeriu nevojtar. Nuk kanë ndjeshmëri për familje që po i shkatrojnë. Allahu i shkataroft ata më parë. Ndërsa sot njerëzve u rëmbehet prona, u grabitet e drejta, e askush nuk ndjen përgjegjësi. Kur drejtësia vonohet, njerëzit e humbasin besimin, dhe kur padrejtësia bëhet e përditshme, zemra e njeriu ngarkohet me mllef dhe dëshpërim. Zemra e njeriu të drejtë normalisht. Dhe kur shpresat zhduken, shpërthen dhuna, siç ndodhi në rastin e vrasjes së një gjyqtari në sallën e gjyqit, pa pasur për qëllim këtu të mbajnë njërën palë nga tjetra, sepse nuk e dim realitetin e çështjes, por flasim si fenomen. Ato nuk janë plumba drejtuar vetëm një njeriu, por sistemi të kalbur nga zullumi. Ibnul Qayyim, një tjetër dietar i madh islam, ka thënë: kur drejtësia bie, shfaqet hakmarrja, dhe kur hakmarrja del nga kontrolli, ajo shkatëron edhe fajtorin, edhe të pafajshmin. Korrupsioni dhe padrejtësia, vazhdojmë pjesën tonë, ndër të tjera janë edhe sëmundje të zemrës.
Pra nuk veprojnë dhe nuk burojnë vetëse nga një njeri me zemër të keqe. Allahu i lartësuar thot: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Mos i hani pasurit njëri tjetrit padrejtësisht. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Mos i hani pasurit njëri tjetrit padrejtësisht. Dhe mos i çoni gjykatësve rishfet. Mos i çoni gjykatësve rishfet, porosin nga Allahu, që të hani në këtë mënyrë pasurinë e njerëzve me mëkat, duke ditur se ajo gjë është e ndaluar. Drejtësia nuk fillon dhe nuk gjendet vetëm në sallën e gjyqit, por në ndërgjegjen e çdo zyrtari, polici, noteri, avokati, pushtetari, nënpunësi, por edhe qytetari. E nëse frika nga Allahu kthehet në zemrat e njerëzve, atëherë edhe ligji merr vlerë, edhe jeta dhe prona ka siguri. Pikërisht në këtë vend, që sot është mbuluar nga zullumi dhe padrejtësia, ata të cilët janë në moshë të rritur mbajnë mend se si njerëzit, qytetarët që kishin prona më parë, shumë prej tyre dhe nuk i regjistronin, sepse askush nuk brudhzonte të cënonte pronën e tjetrit, sepse njerëzit kishin frikë Allahun, kishin besim, kishin ndërgjegje. Sot edhe me dokumenta, edhe me rrethim, edhe me roje, në ditën me diell të vjen tjetri dhe ta merr. Allahu na ruaj nga ky zullum. Allahu përmirësoj gjendjen tonë dhe i largoft nga drejtimi i çështjeve tona zullumqarët dhe i zëvendësoft ata me njerëz që e kanë frikë Zotin e tyre, e duan vendin e tyre dhe mëshirojnë popullin e tyre. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وأقيموا الصلاة